Qarku i Shkodrës ka një sipërfaqe prej 105.000 hektar zona të mbrojtura. Në to përfshihen Parku Kombëtar i Alpeve të Shqipërisë, Parku Natyror i Munellës, Parku Natyror i Luginës së Shalës, Peizazhi i mbrojtur Lumi i Bunës Velipoj, si dhe Rezervati Natyror i Menaxhuar i Liçenit të Shkodrës. Në këtë qark gjenden gjithsej 115 monumente natyre. Çdo vit, numri i vizitorëve ka ardhur në rritje, ndërsa për vitin 2024 u regjistruan mbi 1.330.000 turistë në këto territore, ose 20% më shumë se në vitin 2023. Nga këta, mbi 750.000 vizitorë ishin vendas dhe mbi 570.000 turistë të huaj. Magjia e Parkut Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë është si një paradis për të zbuluar, ku qetësia mbush shpirtin. Në theth, mund të admirosh me kënaqësi natyrën e manitshme, por aty të befason edhe pasuria e madhe materiale shpirtërore e banorëve, shtëpitë në trajtën e Kullës, legjendat, gojdhënat, zakonet, veshjet tradicionale. Aty ruhet i gjallë cikli i kreshnikëve, vallet pa shoqërim muzikor, përdoret lahuta dhe fyelli, familja luan rol të rëndësishëm, ndërsa festat u kanë qëndruar shekujve dhe vijojnë të mbahen gjallë edhe sot e kësaj dite. Rreth 460.000 vizitorë u regjistruan përgjatë vitit 2024 në Parkun Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë. Gjatë vitit 2024 mund të themi që kemi pasur në rritje të kënaqshme në rritjen e numrit të vizitorëve kudo në pjesën e territorit të Shqipërisë, por veçanërisht tek pjesa e zonave të mbrojtura, që fatmirësisht Qarku i Shkodrës ka një sipërfaqe mjaft të madhe, rreth 105.000 hektar, të cilat janë të gjitha zonat që vizitohen nga turistët, që nga Rana Hellën Velipoj, Lumi i Buna, Liçeni i Shkodrës, Alpet, Lumi i Shalës dhe Manella. Rritja në krahasim me vitet e kaluara ka qenë jo vetëm tek pjesa e Shkodrës, monumenteve të kulturës, monumenteve të natyrës, por kryesisht edhe në pjesën e Alpeve. Duke ditur që edhe sipërfaqja e Alpeve në territorin e zonës mbrojtura është shtuar dhe tani quhet Parku Kombëtar i Alpeve, që është një perlë ku të gjitha media dhe të gjitha ndërkombëtarët e quajnë si një perlë të pjesës së Ballkanit, dhe kryesisht shtigjet magjike që ka, që mund të veçojmë shtegun Thedh Valbon, që ka qenë mjaft i frekuentuar të vitet e fundit, por kryesisht këtë vit ka qenë në nivele mjaft të larta. Por jo vetëm ky shteg, por kemi mjaft shtigjet e tjera ku ne jemi munduar të bëjmë shënimin e tyre, të hedhim në guidat turistike dhe të kemi një performancë sa më të mirë që jo vetëm të vizitojmë, por dhe të arrijmë natyrën nëpërmes këtyre shtigjeve dhe ta njohim sa më mirë natyrën. Promovimi dhe jehona e këtyre bukurive në mediat prestigjioze ndërkombëtare, e shoqëruar me infrastrukturën e përmirësuar, kanë qenë ndër faktorët kryesor të rritjes së numrit të vizitorëve në zonat e mbrojtura të Qarkut të Shkodrës. O them që ka ndikuar mjaft promovimi i mirë që është bërë në pjesën e turizmit, e mikpritja e banorëve, infrastruktura të cila është krijuar, por sigurisht nëse në do të jeni bashkëpunimi i banorëve, vendas, zonë dhe bujtinave, gjitha bizneseve me operatorët turistik, nuk do të kishte ky rezultat. Pra bashkëpunimi të gjithë atyre me qëllim rritjen e numrit të turizmit, por njëkohësisht edhe rritjen e natyrës dhe vlerat që ka ata, ka çuar në rritjen e numrit të turizmit. Kjo sigurisht që do të kemi një vazhdimsi, të cilat ne na lënë përpara disa sfidave të mëdha, siç është edhe mirëmbajtja e shtigjeve, pjesa e pastërtisë dhe ndotjes si të lumeve, lumeve, shtigjeve në krejtë të natyrës. Por fatmirësisht vëmë re vitet e fundit, pavarësisht të shtohet numri i turistëve, numri i mbetjeve të cilat ngelin në pjesën e shtigjeve është më i vogël, që do të thotë është rritur në pjesa e energjisimit të gjitha guideve dhe gjithë vizitorëve që vizitojnë Alpet. Por mos harrojmë se turizmi po fshtrihet në gjithë pjesën e Alpeve dhe numri i shtigjeve nga dita ditë
por rritet me të cilën interesi i turistëve vazhdon, i turizmit natyror vazhdon të rritet, dhe për këtë qëllim ne kemi vendosur tabela informuese me flet palosje dhe të zyra informacionit që kemi në parkun e Alpeve. Ne mundohemi që të japim informacione sa më nevojshme që këto pjesë e turizmit natyror dhe këto shtigje të jenë sa më pak të rrezikshme për vizitorët që vizitojnë këtë zona. Kjo gjithmonë bashkëpunim me operatorët turistik dhe me guidat vendase. Por mos harrojmë se turizmi po fshtrihet në gjithë pjesën e Alpeve dhe numri i shtigjeve nga dita ditë po rritet, me të cilën interesi i turistëve vazhdon, i turizmit natyror vazhdon të rritet, dhe për këtë qëllim ne kemi vendosur tabela informuese me flet palosje dhe të zyra informacionit që kemi në parkun e Alpeve. Ne mundohemi që të japim informacione sa më nevojshme që këto pjesë e turizmit natyror dhe këto shtigje të jenë sa më pak të rrezikshme për vizitorët që vizitojnë këtë zona. Kjo gjithmonë bashkëpunim me operatorët turistik dhe me guidat vendase. Dhe në atë raste kur ka ndodhur incident dhe turistët e natyrës kanë pas incidente në Alpe, në të gjitha rastet kanë qenë raste kur nuk kanë qenë të shoqëruar nga guidat vendase. Kjo është shkaku kryesor pse ndodhin incidentet, po themi, në pjesën malore, pra fakti që turistët janë disi indiferent ndaj pjesës së guidës? Vetëm ky është shkaku kryesor. Duke mos ditur shtigjet, sepse kemi shtigje në Alpe të cilat kanë fillim rrugët ose shtigjet, por nuk kanë fund, të cilet turistët nuk e dinë këtë gjë, dhe mbas pasja e një guide vendase ka çuar në disa raste dhe ndenën humbjen e jetës. Ndërsa në vitet e fundit asnjë rast nuk kemi pasur incidente në rastet kur kanë qenë të shoqëruar me guidat vendase. A keni një database të guidave lokale dhe sa mund të jetë numri i tyre? Numri i guidave lokale është në rritje, nuk kemi një database fikse sepse kemi edhe guidat të cilat janë të palicencuara, por mund të themi që vitet e fundit shumica e këtyre guidave vendase janë licencuar dhe janë trajnuar për njohjen sa më të mirë të shtigjes dhe të jenë udhërrëfyese më të mirë, jo vetëm të pjesëve natyre, por edhe kultura dhe tradita, që të kemi një informacion sa më të bollshëm tek turistët, të cilët dimë se pastaj ata rishpërndajnë te miqtë dhe shokët e tyre dhe kjo çon në rritjen e numrit turistëve në këtë zonë. Fillimi i vitit ka qenë i mbar për territoret e zonave të mbrojtura që vijojnë të vizitohen nga eksploruesit e natyrës. Ndoshta kanë qenë në vitet që kemi një fillim të mbar, sepse ende vazhdojnë në pjesën e thethë dhe në pjesën e Alpeve që të kemi vizitor, kryesisht ata të aventurës dhe turizmit të natyrës. Dhe kjo ka qenë edhe shkaku kryesor që mjaft bujtina në thethë, në Lëpush, Mërmosh kanë përgjatë edhe pse në periudhë dimrit kanë qenë të hapura dhe të gatshëm për të pritur vizitorët. A ka ndikuar bora, po themi, në frenimin në një farë të turizmit? Fatmirësisht ajo ka ndikuar vetëm pozitivisht, duke të qenë se infrastruktura ka pas një përmirësim dhe mirëmbajtja rrugës ka qenë në nivele të këndshme. Prania e borës në Alpe vetëm i ka dhënë bukuri dhe harmoni natyres, njerëzore dhe traditës dhe kulturës vendase. Çfarë synimi keni për vitin 2025? Kryesisht ne kemi mbrojtjen dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura. Nxjerrjen e statistikave të samë të sakta për gjitha për florën dhe për famën. Hartimin e censusit të shpendëve ujore e liçenit e Shkodrës. Hartimin e databezave mbi florën dhe famën të gjithë zonën. Por duke lënë masdore asnjëherë dhe problematikat që mund ndodhin dhe kundravajtjet që mund ndodhin në zonat e mbrojtura, siç kemi rastin e prerjeve, të zënieve, të gërmimit të fundit pyjor dhe kullosor, problematikat e gjuhëtisë kundërligjshme dhe të gjitha këto në harmoni me zbatimin e ligjit, por duke mos harruar bashkëpunimin me të gjithë aktorët vendas që për mua janë çelësi suksesit në një punë që mund bëhet. Nëse nuk bashkëpunon me banorët, bizneset, pushtetin vendor dhe institucionet e tjera, nuk mund të kemi një menaxhim sa më të mirë të zonës mbrojtura. Sigurisht në periudhën e verës nuk duhet harrojmë gjithmonë menaxhimin e zjarreve, që fatmirësisht në vitet e fundit fal menaxhimit dhe ashtu ne kemi pasur një numër shumë të vogël të zjarreve, dhe në atë rast kur kemi pasur zjarre, kemi pasur dëmet ekonomike kanë qenë mjaft të vogla.
Ne mund të hellim syt vetëm nga mali i Taraboshit dhe të shohim të gjelbërimi që ka vetëm vitet e fundit, pasi kemi mbi 12 vjet që zjarret në Tarabosh janë fikur që në Gjenezë nuk kemi pasur asnjë rast. Dhe kjo është një apel për qytetarët dhe për të shikuar ndryshimin që ndodh në ato pjesë sipërfaqeve kur zjarrvënia nuk ndodh. Ne me syrin e thjeshtë të shohim malin e Taraboshit gjithi po gjelbërohet vetëm për 12 vite që nuk kemi pasur zjarre në këta. E jemi drejt fundit të intervistës, më lejo të konsumoj 2 pyetje të fundit. Sa sfiduese bëhet për ju prerja e pyjeve në zonat e mbrojtura, por edhe gjuetia e paligjshme? Në mjaft rast janë problematika kryesore. Janë problematikat kryesore, ndër kryesorët është zanja dhe ndërtimet palaja që janë bane në pjesën e Alpeve, duke ditur se janë zonat më të lakmuara për investitorët. Por në atë raste kur kemi pasur prerje abuzive, ne nga ana jote sigurisht janë marrë procedurat ligjore dhe janë bërë kallëzime penale për atë rast që kemi pas. Por ne mund të themi një inspektor ose një roje midisore në një territor kaq të zgjeruar, asnjëherë nuk mundet që ta marrë në kontroll nëse ka banorët vendas kundër dhe bujtinat kundër. Ne kemi më shumë jo zbatimit ligjit drejt për drejt në kuadrin e atyre që me shkopin magjik, por bashkëpunimin me gjitha institucionet që të kemi sa më pak prerje abuzive dhe sigurisht që banorët furnizohen me drum zjarre ashtu siç e parashikon ligji nga pushteti vendor. Një nga zonat e mbrojtura është edhe liçeni i Shkodrës. Mbi 225.000 vizitorë u shënuan përgjatë vitit 2024 në këtë rezervat natyror. Liçeni dallohet për pasurinë e bimësisë ujore. Fauna e tij është nga më interesantët në Europë. Lumi i Bunës shërben si vend kalimi peshqve, det, liçen dhe anasjelltas. Në të gjithë vendin u zhvillua censi ndërkombëtar i shpendëve ujor dimërues, një ngjarje e rëndësishme për vlerësimin dhe monitorimin e popullatave të këtyre shpendëve gjatë dimrit. Censi 2025 regjistroi përafërsisht 13.000 shpendë uji, më shumë krahasuar me censin 2024. Për sa i përket numrit të shpendëve në ujërat e liçenit të Shkodrës, u numëruan 23.899 individ, i dyti në të gjithë vendin. Shohim që prania e çdo dite jona, si në brigjit e liçenit Shkodër Lumi Buna, prania rritesh së shpendëve duket me sy të lirë dhe jo vetëm rritja e numrit tyre, por edhe dashamirësia që kanë shpendet me njerëzit. Tani nëse ti shkon në pjesën e liçenit të Shkodrës, zoga i Shirok, nuk e shef masë pelikani ka çorë largohet ose ka frikë nga njerëzit. Kjo do thotë që ka gjetë qetësinë dhe habitatin e vet për të pasur kushte sa më të përshtatshme. Viti 2025 përkon me 10 vjetorin e krijimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Në këtë kuadër, një sër aktivitetesh ndërgjegjësuese do të zhvillohen edhe në shkollat e qarkut të Shkodrës, nën moton Arti dhe Natyra, me qëllim që brezi i ri të edukohet me vlerat dhe rëndësinë që ka mjedisi në tërësi.